Të jetosh ndryshe nga të tjerët, do të thotë të supozosh se është më mirë të jesh martuar me një qytetare nga Evropa. Dikur burrat të Kosovës që ishin leder nuk shkonin larg për të gjetur një femër. Ata e gjenë në Bosnjë, Serbi, Sloveni apo Kroaci. Atëherë dukej trendi sepse politikanët e gjeni veten më lehtë në skenën politike në Jugosllavi. Sot është ndryshe. Evropa është më afër se sa qytetet e ish Jugosllavisë. Evropa pas vitit 1999 i bën ata më të guximshëm. Dy liderët tanë, Begjet Pacolli dhe Albin Kurti, gjetën dashurinë njëri në Shën Petersburg dhe tjetri në Norvegji. Megjithatë, të jesh në politikë, të kesh grua të huaj dhe të jetosh në Kosovë, nuk është vetëm dashuri, mirë po dashuri e guximshme. Për më shumë detaje ndjekim materialin në vazhdim. Kur Pacolli ishte president, zonja e parë duhej ta bënte të kryer galerinë e saj në Prishtinë. Hana, vajza e Begjetit, qysh tash është piktore. Albini ka një lidhje të gjatë me të dashurën e tij, tash të fejuarën. Ka bashkëtuar dhe thuhet i besojnë fort njëri tjetrit. Mund të quhet dashuri e kujdesshme. Jo ashpër në politik, duke demonstruar kundër pushtetit, për një kohë të gjatë ka pritur rehatim politike që të jeti sigurt në dashurinë jetësore, dhe dashuria norvegjeze mund ta bëjë atë më të kujdesshëm, më politik dhe më paqësor. Të dy dashuritë e dy liderëve tanë në kohën evropiane nuk i ngjajnë atyre të dikurshme që bënin liderët tjerë në kohën e komunizmit, për të qenë në sallone jugoslave. Dashuritë e Begjetit dhe Albinit janë si në filmin Foreigner,